Gjatë vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 38 persona të rinj me HIV-SIDA, që përfaqëson një incidencë prej 2.1 raste për 100.000 banor, thuhet në raportin e Institutit të Shëndetit Publik me rastin e 1 dhjetorit, ditës botërore të luftës kundër SIDA-s. Numri i rasteve këtë vit është 25.5% më i ulët, krahasuar me vitin 2024, kur u raportuan 51 raste. Për krahasim, në vendet e Bashkimit Evropian, incidenca për vitin 2024 ishte 5.3 raste për 100.000 banor. Shumica e rasteve të reja në vitin 2025 janë banor të Shkupit, ndërsa pjesa tjetër paraqiten si raste të izoluara në 14 qytete të ndryshme të vendit. Një rast i regjistruar është i një shtetasit të huaj. Sipas raportimeve, 8 persona kanë humbur jetën nga shkaqe që lidhen me SIDA-n. Nga 38 rastet e reja, 37 janë meshkuj dhe vetëm një femër. Mosha mesatare e të infektuarve është 35 vjeç, me diapazon nga 23 deri në 64 vjeç. 73% e rasteve janë në grup moshën 20 deri 39 vjeç. Maqedonia e Veriut konsiderohet vend me prevalencë të ulët të HIV-it. Nga viti 1987 deri në vitin 2025 janë regjistruar gjithsej 726 raste me HIV-SIDA. Megjithatë, ka një rritje të dukshme vitet e fundit. 32% të gjitha rasteve janë regjistruar vetëm në 5 vjetët e fundit. Në të njëjtën periudhë kanë vdekur 138 persona nga shkaqe të lidhura me SIDA-n, që përfaqëson një shkallë vdekshmërie prej 18.2%. Sipas ISHP-s, terapia antiretrovirale ka përmirësuar ndjeshëm mbijetesën e njerëzve që jetojnë me HIV. Në 10 vjetët e fundit, nga 447 rastet e regjistruara, vetëm 33 kanë përfunduar me fatalitet, që është një shkallë vdekshmërie prej 7.4%. Ndonëse nuk ekziston një mjekim për HIV-in, fal parandalimit efektiv, diagnozës së hershme, terapisë antiretrovirale dhe kujdesit të vazhdueshëm, përfshirë trajtimin e infeksioneve oportuniste, HIV është shndërruar në një sëmundje kronike të kontrollueshme. Kjo mundëson njerëzve me HIV të jetojnë jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Kujtojmë se çdo vit në vend 46 persona sëmuren me HIV dhe 440 po marrin trajtim. Këta pacient janë të pakënaqur për shkak të mosparashikimit të mjeteve minimale të nevojshme për trajtim dhe parandalim në programin për mbrojtjen e popullsisë nga infeksioni HIV në buxhetin e vitit 2025.